Dy ngjarje të rënda janë regjistruar në Tiranë ku njëra prej tyre ka përfunduar me fatalitet. Autoritetet policore raportojnë se në fshatin Marika një person i ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike. Viktima është shtetasi RD 42 vjeç, i cili është gjetur pa shenja jete në banesë, dyshohet i vetvarur. Ndërkohë raportohet se një 20 vjeçare dyshohet se ka konsumuar në banesë mbi dozë medikamentesh. Ajo është paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Ende nuk dihen motivet që i kanë shtyrë dy shtetasit e mësipër të ndërmarrin këto akte ekstreme. Policia thotë se grupet hetimore po punojnë për sqarimin dhe dokumentimin e rrethanave të rasteve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.